Gjykata themelore në Pej ka shpallur të mbyllur shqyrtimin gjyqësor në rastin e vrasjes së 3 fisht në Glogjan. Pas përfundimit të seancës, gjykata ka njoftuar se vendimi për këtë rast do të shpallet me 24 gusht në ora 14:30. Ky vendim vjen pas zhvillimit të rigjykimit, gjatë të cilit gjykata ka shqyrtuar provat e administruara në proces. Në kuadër të seancës së sotme, gjykata themelore në Pej kishte vendosur gjithashtu që si provë të administrohej video incizimi ku shihet Kreshnik Mehmetaj duke gjuajtur me armë në një bjeshk të Deçanit. Dy persona të moshës 22 dhe 24 vjeç kanë humbur jetën në një aksident trafiku në rrugën nacionale Mitrovic-Prishtinë në segmentin rrugor në fshatin Smrekonic. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, në aksident është përfshirë një vetur në të cilën ndodheshin shoferi dhe pasagjeri. Të njëjtit janë dërguar për trajtim mjekësor ku mjekët kanë konstatuar vdekjen e tyre, thuhet në njoftimin e policisë. Policia ka bërë të ditur se me urdhër të prokurorit kompetent, trupat e pajet të viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës edhe sot janë dalë para objektit të qeverisë për të kërkuar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti që ta thrasë seancën konstituive të kuvendit. Kështu grupi parlamentari i PDK-s ka vazhduar protestën para qeverisë me kërkesën për konstituimin e menjëhershëm të kuvendit dhe i rikthimin e funksionimit të institucioneve, duke theksuar se bllokada institucionale tashmë po prodhon pasoja konkrete për qytetarët, ekonominë dhe prodhuesit vendor. Pjesë e protestës sot u bën edhe prodhuesit vendor, të cilët u përfaqësuan nga Abedin Ramadani. Aleanca ka kërkuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës që të jenë transparent para qytetarëve për zgjedhjen e presidentit konsensual. Nga kjo parti thanë se nuk mund të ndalojnë një marrëveshje mes dy partive, teksa shtuan se nuk do të përfshihen në ujdi përderisa nuk ka garanci për 6 pikat e tyre, ku përfshihet edhe kyçja në gazin amerikan. Deputetja e Aleancës, Time Kadria, i tha se LVV duhet ta konstituoj kuvendin sa më shpejt pas parafrimeve me LDK-n për zgjedhjen e presidentit. Ajo shtoi se kanë biseduar me kolegët që ta shtojnë edhe një kusht atë për zhbërjen e ligjit për shtetësinë, krahas 6 të tjerave të cilat i ka parashtruar. Krahas këtyre, deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për, siç tha ai, zhvatje buxhetore, duke pretenduar se rreth 463 të emëruar politik vazhdojnë të paguhen nga buxheti i Kosovës. Ish-ministri Ukrainas i mbrojtjes Mikhailo Fedorov ka bërë thirrje për zhvillimin e zgjedhjeve gjatë kohës së luftës, ato që shumë kush i sheh si sfidën më të madhe ndaj presidencës së Volodymyr Zelenskit që nga fillimi i luftës me Rusinë në shkurt të vitit 2022. Demokracia nuk mund të mbahet peng nga Rusia, ka thënë Fedorov, që nga pushtimi rus Ukraina ka qenë në ligjin ushtarak, që do të thotë se zgjedhjet janë pezulluar. Fedorov, i cili nuk e ka përmendur Zelenskin me emër, është shkarkuar papritur nga posti i ministrit të mbrojtjes në fund të korrikut, vetëm 6 muaj pasi ishte emëruar në këtë detyrë. Zelenski ende nuk ka reaguar ndaj videos së Fedorov, shkarkimi i të cilit ka shkaktuar protesta në të gjithë vendin.